Pyetja radhës, selam aleikum, i nderuar i hoq. Unë zakonisht në familjen tem doj tezet, migjallarët, hallat, ju ndihmoj shumë se disa i kanë punë të keq, po kohët e fundit po kam shumë cytje, po mdoket vetja sikur unë po ju ndihmoj që të flasin ata për mua, kënse unë nuk e kam fi se bili la atë ndihmë, ndërsa unë kam vetëm për hir të Allahut, në mendim mos i ta lëroj këtë vezves, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë çështje e ka përmend edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah pas mëshiru, edhe Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa taala pas mëshiru. Ka në disa vepra të mira, shejtani vjen bën vezvese. Dhe thotë që të vepra nuk jeti të i bë bashkë për rızat Zotit. Ti ke më kallëzu mua jam të i bë bashkë për rızat Zotit ajo. Jo po është me të lëvdu këta, jo është ti bën 100 mendime. Për asaj që ka përmend Ibn Qayyim, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirë ka përmend çështjen e sejdë e rukus, por kjo masalena zbritet të gjitha veprat e tjera të mira. Thotë Ibn Qayyim, nëse në sejdë edhe në ruku thue më shpesh, më shumë se sa një herë ose më shumë se sa 3 herë, subhan rabbil azim, ose subhan rabbil ala, e vjet shejtani thotë, që të shaj pata për metri, nuk e pata bashkë për Zotë Zotit. Thotë Ibn Qayyim, bashkë atëherë ti shtoj edhe një 3 qera. Dhe do më të kallëzohet ty, po, që ti shtoj edhe një 3 qera. Kjo vlen pastaj për të gjitha veprat nëse ka mundësi. Nëse e kanë të ndihmu dikujna, fi sebilillah, dhe ka ardhur çuqë mendim që përmend, nëse mund është veç shtoj edhe pak ndihmën, atëherë që të ndihmu, wallahu a'lam.